në vend që t'i prishnin punë Albin Kurti, e kanë ndihmuar ata? Në vend që t'i prishnin punë? E kanë ndihmuar, duke e sharë Albin Kurti në këtë mënyrë, ata e kanë ndihmuar. Pra nuk kanë gjetur një strategji, nuk kanë gjetur strategjinë e dur për të strategjia kundërshtarin politik. Po, pikërisht po e them, jeni shumë mirë duke më kuptuar. Domethënë, ata kanë bërë një strategji të gabuar e cila i ka lëvërdisur Albin Kurtit. Prandaj, me gjithë dështimet e tij në fushat të ndryshme të jetës, prap ai mori 42% që nuk është pak për një parti politike. Dhe ka gjas tani, domethënë se si do të varet se si do të zhvillohet kjo fushat, edhe ku do të përshëndrohen partitë politike opozitare dhe si do ta bëjë fushatën Albin Kurti në mënyrë për që t'ju them se kush do të mund dhe sa do të mund të fitonte në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në hapërhë nuk jam në gjendje ta them një analizë apo një prognozë politike nëse vendosja do të fitojë më pak ose më shumë vota se sa me 9 shkurt, por besoj pas 2 javësh, 3 edhe mund t'ju a them se si do t'jenë lëvizjet në shtëritim. Por një gjë është e sigurt, se lëvizjet, sigurisht lëvizjet do të ketë nga pozicioni i 9 shkurtit, por këto nuk do t'jenë substanciale, nuk do t'jenë të tilla çfarë do të ndryshojnë rrënjësisht skenën politike në Kosovë. Po, edhe zgjedhjet lokale ishin një farë testi, zoti Spahiu. Komunat u ndanë përmes partive, vetë vendosi nuk mori dot as Prishtinën. I mbetet LDK. E qartë, por vetë vendosi mori 3 komuna më tepër se sa që kishte, dhe kjo përbën një sukses. Po mjaftueshëm për një parti që në 9 shkurt doli forcë e parë? Po, edhe jo, po duke qenë se ajo fitoi Mitrovicën, që është kryeqyteti natyrshëm i Kosovës, është qyteti më geopolitik, më geostrategjik, dhe në një mënyrë ai që kontrollon Mitrovicën kontrollon gjithë Kosovën. Kjo përbën një sukses të saj në këto zgjedhje, një sukses të Albin Kurtit. Dhe dyta, ai sa përket Prishtinës, Albin Kurti pagoi çmimin e gabimit të tij, duke mos kandiduar pare jo vetëm për kryetar të Prishtinës, por as edhe për asamblee komunale, njeriu i cili kishte fituar më shumë të vota në zgjedhjet e kaluara në Prishtinë, që ishte Arber Vokri, ishte zëvendës ministri i pushtetit lokal, dhe duke lënë anash një aktivist të tillë, i cili udhëheqi një nëndeg të madhe të Prishtinës, nga ku nga 80% të votave tani nuk mori as 20%, ai humbi nga partia e parë ranë dori partia e tretë, ndërsa kandidati i vendosjes u fut në baletazh, por nuk arriti të fitojë. Kështu gabimin kadrovike të Albin Kurtit e pagoi me Prishtinën, me këtë gabim, njësoj siç PDK-ja e pagoi çmimin e gabimit duke mos kandiduar Ramiz Ladrovcin në komunën e Drenasit, edhe që humbi një bastion të saj. Kështu që në zgjedhjet lokale pothuajse çdo kush mori një çmim qoftë për gabimet e veta, dhe ky rezultati i zgjedhjeve lokale nuk na jep shumë për të kuptuar se si do të kemi zgjedhjet në nivel kombëtar. Mirë, po ndoshta përveç asaj që do të jenë pak a shumë në ato pika, në ato nivele çfarë ishin edhe në zgjedhjet e 9 shkurt.